Këshilli Komunal i Komunës së Çajirit ka miratuar fillimin e procedurës për marrjen e një kredie afatgjate prej 120 milion denarësh ose rreth 2 milion euro. Aleanca për shqiptarët vlerëson se këto para nuk merren për projekte të reja, parkingje, gjelbërim apo investime kapitale, por për shlyerjen e borxheve ekzistuese. Arlinda Shllaku nga kjo parti kërkoi që udhëheqësia e komunës të tregojë se për çfarë borxhesh merret kredia. Vetëm para 6 muajve qytetarëve të Çajirit ju premtua zhvillim. Sot u ofrohet borxhi i ri për të mbuluar borxhet të vjetra. Kjo nuk është qeverisje e përgjithshme, por është një keq menaxhim i komunës së Çajirit dhe pranim publik për krizën financiare në komunë. Kërkojmë nga udhëheqësia e komunës së Çajirit të bëjë publike menjëherë për cilët borxhe merret kjo kredi dhe cilat detyrime do të shlyhen dhe kush mban përgjegjësi. Aleanca për shqiptarët kërkon nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Entit Shtetëror për Revizion që të kontrollojnë furnizimet publike, kontratat dhe menaxhimin financiar të komunës së Çajirit, pasi qytetarët kanë të drejtë të dinë nëse po paguajnë obligime të rregullta apo pasojat e keq menaxhimit, punësimeve partijake dhe kontratave të dyshimta.